Po është Edi Rama mo që shërbëtor janë është Edi Rama. Po shërbëtorët atyre janë. Kam nga njëti qark zotin Peleshi, kështu që. Ti mund të thuash shërbëtor, po. Shërbëtor janë. Paktën nëse të pëlqen artikulimi i Tedit, ki respekt për Nikola Graterin. Ai e di. Ai është prokuror i antimafias. Ai është prokuror i antimafias. Ai është prokuror, ai dhe jo neve na thonë që mafia shqiptare jo vetëm që nuk është më shërbëtore, po tashmë është e barbar dhe në shpesh herë te i kalon dhe vetë Dragetan, si pa Dragetën i ka zero. Po. Dragetën më fal. I ka zero. A e bëjmë që të jem partner? Pa a dolën përgjime të antimafias që thoshin që Drageta dhe përfaqësuesit e Dragetas ishin tek zyra e Erion Velia. Nuk oren. E ke aksionere, aksionere demokratike të Europës. Ka organizata kriminale? A ka trafikim? A ka kontraband? A ka ndërtime financime të pistës? Po ka more. Drageta nuk merr tendera publike në Itali. Pyetoj Shqipëri tash, se ka Shqipëri. Drageta ka atje. Tani më thuaj çik mu, tendera publike nuk flitet në mediat ndërkombëtare për mafian greke, për kartelet greke, për kartelet kroate. Për kartelet të Rumunja apo Slovenia. Pastrimin e New Yorkut për kartelet e Kosovës, po pse nuk flasin ata? Një sekond. Si nuk flitet për kartelet e Kosovës ata? Kanë hyrë pjesa, pra kanë hyrë pjesë. Kartelet e Kosovës, si ka mundësi që flitet për këta? Për çaj, ai kanë hyrë një pjesë, pra që janë të fortë, pra që janë kartele apo jo? Kush nuk flet? Po kush flet? Ke dëgjuar ti për kartelet e Kosovës, drogës? Serbisë. Kush? Shqiptarin gjithë. Po si Shqipërisë askush, mediat ndërkombëtare, po tash kur të shkruan. Serbët më fort që ne. M'fal, kjo BBC-a për çfarë bën? Po flet për kartelet. Edhe që vërtet më të kush është? Po Malazes General Lisin kush e korruptoi? Malazes kush e korruptoi General Lisin? Nuk është problemi. Skandali është ndërlikër, është shtetëror, unë është gjë tjetër, po. Ju lutem që mos kalojmë në ju zoni çdo deg të mundshme të pemës së spagut. Vazhdoni ju lutem zoti Kokade. Qytetarët duhet të dinë që ky ishte raportimi i fundit i zotit Dumani si kryeprokuror. Gëzimi i madh fakt. Çfarë? Po mira, po pse? Mbaroj gallata, tash e kemi seriozisht. Dakor. Ky Dumanit si kryeprokuror i Spakut në këtë seancë gjyqëmore, edhe pse raporti siç e tham pak më herët është 2024-s. Po çfarë na tha raporti? Vetëm me fjalinë e parë që tha zoti Dumani duke lexuar raportin. E di çfarë tha zoti Dumani? Tha një gjë shumë të rëndësishme që në fakt është por çfarë nuk ju pëlqeu ju zoti Kokade? Ju nuk do merrem fare po citoj mota më fjalët e zotit Dumani. E di çfarë tha në raportin që lexoi po vet? Tha edhe pse pasi lexoi të dhënat dhe shifrat për luftën kundër korrupsionit. Po flas për korrupsionin. Tha një fjali që më bëri shumë përshtypje. Tha edhe pse ne kemi bërë shumë goditje në adresë të korrupsionit, sërish të dhënat na tregojnë që korrupsioni jo vetëm që nuk është ulur, por është rritur. E thonë gjithë raportet. Jo, dakord, por raportet e thonë, po kur e thotë zoti Dumani, di çfarë është duke bërë ai me këtë gjën? Është duke pranuar. Duke larduar si puna e tij. Jo, kjo është më e vogla. Zoti Kokade, s'është përgjegjësia e tij. Pra, pse ai ka bajë me korrupsion? Jo, unë mendoj babzitur. Ai presupozohet të shkalor si antikorrupsion. Ata mbarojnë. O te, di sekond, lutem. Ata mbarojnë. Po, përfundojnë. Unë them që momentin që ti për të mbas 3 vitesh ke marrë një detyrë dhe e vënë në krye duke bërë goditje të forta, goditje si thot ai që unë nuk shoh njërin fytyrë, tha dje. Po, për të hetuar korrupsionin në nivele të larta. Pikërisht pra. Jo korrupsioni e xhepit. Dhe problemi është çfarë na tregon? Erion Velia e mori me gjithë të goditje. Nga karriga kryetare. Me gjithë të goditje që ka bërë ky fortë. Ore një sekondë. 12. S'ka problem. Jo, për korrupsion e ka fut. 12. Shumë mirë. 12. Shumë mirë ka bërë. Tani pyetja, a mund ta bëjmë neve mas 3 vjetësh, a mund ta bëjmë një analizë? A mund ta bëjmë një sekond? A mund ta bëjmë një analizë? 12 O tet. Ka vdekur një mitur e haruat Ardit Xhoke. Ju lutem. Jo, është normale, e rënd, edhe ka përgjegjësi, edhe politike, edhe përgjegjësi. Kush ka përgjegjësi për atë? Ka humbur jetën një mitur. Edhe një aferë për cilin ka pasuruar Erion Velia, Edi Rama e parë. Edhe proteste që në art 4 vjet humbur qytetar. Po dakord. Protest. Po kush ka hetuar? Kush hetoi? Kush mban përgjegjësi sot për jetën e Ardit Xhoke? Kush mban përgjegjësi? Kush është fajtori? Po për ato 4 vjet do përgjegjësi. Pse hetoi ishte një? A dash? Pse nuk e hetoi? Se dele Edi Rama aty prandaj. Se dele Edi Rama. Pas ka dështuar apo jo? Kudo ku dele Edi Rama nuk e thon Dumani. Kudo ku del. Pse se hetoi? Sa vjet? Ka ndodhur para 16 vjetësh. Tani ka marrë spark. Aty them për sa kohë doj. Doni ti konkluzion zoti Tangli. Ju lutem se ta mbaroj pak se nuk e mbaroj zoti Koka. Atëherë, ajo që po thoj këtu është që vetë kreu i Spakut, se besoj mund ta bëjmë një analizë. Por ç'a ndodhi në 3 vite? U arrestuam Meta, Berisha, Velia, gjithë pra të barazim po i quajmë, pavarësisht se barazim s'ka.
Se unë mendoj që barazimi është kreu e opozitës nëse ka bo faj, me kreun e qeverisë. Se unë nuk besoj që gjithë këtë korupcion që vetë Dumani na thotë që ka ekziston, dhe jo vetëm